Dhimbja është e madhe për çdo që mësoi për humbjen e jetës së 2 të miturve ditën e djeshme për shkak të një aksidenti në Durrës, e sidomos për ata që i njihnin nga afër 2 vogëlushët. Paraditën e sotme, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka reaguar shkolla Demokracia, të cilën e frekuentonin 3 të miturit. Me dhimbje të thellë, morëm lajmin për humbjen tragjike të 2 nxënësve të mitur, të cilët u ndan nga jeta në mënyrë të padrejtë dhe të parakoshme. Kjo është një humbje e rëndë jo vetëm për familjet e tyre, por për gjithë komunitetin, shkollën dhe çdo që pati fatin t'i njihte. Në këto momente të vështira u shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe të afërmve. Fjalët janë të pakta për të përshkruar dhimbjen, por lutemi që të gjeni forcë për të përballuar këtë tragjedi të madhe. Kujtimi i tyre do të mbetet gjithmonë i gjallë në zemrat tona, u preshin në paqe, shkruan shkolla Demokracia. Zonja zbat kryeministre, në informacion Është një histori, le të respektojmë dhimbjen sot. Patjetër, të gjitha të masa do merren.